Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, jemi në gjuman e radhës për të shpalos nga ky nektar i pashtershëm i fjalëve të Zotit, fjalëve të profetit Muhammed, nga tradita jonë familjare, kombëtare, nga dietarët e mirëfillt, atë më të mirën që të na bën dobi, që ne të jemi njerëz kredibil, që ne të bëhemi të sjellshëm e të edukuar, të formuar, të dashur e human, njerëz punëtor e njerëz intelektual, aktiv në jetën e përditshme dhe të dobishëm për gjithë njerëzin. Është gjëja më e bukur që Islami ynë e kërkon, që të bëhemi model, që të bëhemi shembulltyr, që të bëhemi një libër që lexohemi nga të tjerët, që të bëhemi pikë reference për hallet, për problemet e çdo kujt, që të jemi nga ata të parët për t'u marrë për shembull, që të jemi ata të parët që të kontaktohemi për çdo gjë që i intereson popullit, familjarëve, miqve, shokëve e dashamirëve. Është gjëja më e bukur që ne të bëhemi shembulltyr, sepse vetëm në këtë formë jemi duke praktikuar dhe realizuar Islamin e mirëfillt. Vetëm në këtë formë jemi duke realizuar Islamin e mirëfillt. Edhe ligjëratat e tona e kanë pas, e kanë dhe do ta kenë gjithmonë këtë synim, gjithmonë do të rrahemi tema të këtilla, gjithmonë do ta kenë këtë karakter që ne të bëhemi kandila ndriçues për të tjerët, sepse ndoshta nga jeta dinamike që po zhvillohet, jo që të gjithë e kanë rastin dhe mundësinë të lexojnë e të shfletojnë libra. Libër për të tjerët jemi ne. Ata shiqojnë në neve sjelljen tonë, veprimtarinë tonë. Ne, apo populli, ndëgjon me sytë e tyre. Është e vërtetë që ne ndëgjojmë me veshët e tonë. Mirë po, për nga ata që kërkon Zoti Dhul Xhelal, ata e shiqojnë në ne. Dhe është më e mira që neve t'ja japmi një pamje më të bukur njerëzisë dhe të gjithë të tjerëve. Të dashurit e mi, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam lindi në Mekë dhe ajo u bë nderuar. Dhe zatën, kjo është një mesazh shumë i fuqishëm, që nuk qënë pesh pozita gjeografike se ku lind. Ti ja jep prestigjin, ja jep emnin, ja jep vlerën, ja rrit famën asaj vendlindjes tënde. Edhe nëse je në një cep të vendit, edhe nëse je në një fshat të thellë, në një lagje, në një qytet, ti ja jep vlerën. Dhe ne dëshirojmë të përgatisim djemë dhe vajza të këtil, që pa marrë parasysh pozitën gjeografike, ku ka lind, ku jeton, ku vepron, ai t'ja rrit emnin dhe t'ja jep vlerën dhe famën atij lokalitetit. Përmes emnit tënd, ti nuk je njeri thjesht, ti je njeri me vlera të mëdhaja. Dhe ne sot njohmi vende nga përmes individëve. Ndoshta nuk e kemi vizitu fizikisht, nuk jemi kanë, nuk ka shkel këmba jo në atë vend, mirë po përmes një figure të atij vendit, ne e njohmi. E unë dëshiroj që ky lokalitet, ky rreth, po dhe kjo Kosovë në përgjithësi e shqiptari të identifikohet përmes individëve,
pa marrë parasysh se në cilën pjesë gjeografike lindin ata. Për këtë arsye, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam lindi në Mekë. Dhe ajo u bë e nderuar përmes një emnit, përmes Muhammed Mustafas. Kishte edhe emra tjerë, mirë po nuk ishin ideale, nuk ishin morale të mirëfillta, nuk ishin vizion për jetën, për njerëzimin dhe për qytetarët, nuk ishin edukator të mirëfillt, nuk ishin udhëzues të mirë, nuk ishin njerëz që dëshirojshin më të mirën atij vendi dhe atij lokaliteti. Për këtë arsye nuk u bën ata pikë reference, po u bë Mekka, u bë Muhamedi alayhi salatu wassalam, e Mekka u bë ndëruar. Jetoj në Medinë dhe ajo u bë ndriçuar, sepse nga ky individ buroj drita, buroj udhëzimi, buroj dituria, buroj puna, buroj dashamirësia, buroj unifikimi, buroj vlera më e mirë njerëzore, për mbar njerëzimin, jo vetëm për muslimanët. Muslimanët e kanë dertin edhe të jo muslimanëve, që të kenë një jetë të mirë, një jetë të qetë, një jetë pa probleme, pa sprova, pa luftra, pa përgjakje. Kjo është ideal dhe është çështje parsore për besimtarët, për mbar njerëzimin, jo vetëm për neve. E dashurit e mi, ne kërkohet që ta ndriçojmë zemrën tonë me salavate mbi të. Në këtë ditë gjumaje, posaçërisht, e veçanarisht, e special, që çdo kush që i dërgon salavate Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, i shkon direkt dhe ai e kthen selamin në emnin tënd të përvetshëm. Në emnin tënd të përvetshëm. Andaj është nder për neve me thonë Allahume salli ala Muhammed, Allahume barik ala Muhammed, se në këtë moment na i kthen Muhammed Mustafaja direkt neve dhe privilegjohemi që të përmendet emni ynë nga ai, nga shpirti i tina, para me lajkeve që ndëgjohet emni ynë edhe tek Zoti Gjellëshanuhu e Gjelle Gjelaluhu, e ky zë që ne përmendmi dhe këtë emën Muhammed alayhi salatu wassalam do të bëhet shkaktar për ne për të ndërmjetësu nesër para të madhit Zot ati kur dalëm para ti qofshmi falë. Të dashurit e mi, e dyta nga mesazhet e kësaj gjumaje, nga fëmia jot që kërkon falje për ty. I dërguari Allahu Dhul Gjelal ka thënë, njeriu t'i lartësohet grada e tij në xhennet, e ai thot, prej kujt është kjo Zot? Në xhennet ngritet robi, shkallë të larta, të mirësisë dhe të begatisë së xhennetit. E ky njeri thot Zotit, o Zot, nga kush atum ardh kjo mirësi, kjo ngritje që po ngritëm on në xhenet, i thuhet nga fëmia yt që kërkon falje për ty. Ata që lajnë fëmijë të hajrit, e fëmijët lutën pas vdekjes së tij, lutën, japin sadak, e vizitojnë varrin e tij, e mbajnë lidhjen farefisnore, atë lorzën që ka nana apo baba, e vizitojnë shoqërinë e tij të hajrit, gjithmonë e përmendin emrin e prindit, te i madhe i Zot ai prind vetëm shkon duke u shpërbly dhe duke u ngrit në grada të larta të xhennetit.
dhe për çka sot duhet bëjnë mend të madh prindërit. Sidomos në këtë kohë shumë të vështirë të edukimit, në këtë kohë që çdo gjë vlon për rreth fëmijëve tanë, për të na i marrë, për të na i absorbuar, për të na i larguar nga tradita jonë kombëtare, familjare, morale, fetare, në këtë kohë që çdo kush mundohet me glabru diçka, me i mvesh një kulturë të huaj, një identitet të huaj, çdo gjë duke i mvesh diçka që nuk ka qenë e traditës tonë, e kulturës tonë, gjithmonë është urrëtën ajo, një elig, po mundohen t'ja ngjesin fëmijëve tonë. Sot lufta kryesore e prindërve është edhe zhvillohet në familje. Mirë, po kur mos thuj se u lodha, kur mos thuj se çka u lodha, nuk jam t'ja po hajrin, se fëmiu i hajrit ka me bë dua për ty kur mas shumë ti ke nevojë. Kur mas shumë ti ke nevojë, fëmiu yt ka me bë dua. E Zotit kemi thonë ti, o Zot, po pak pas kam bë për fëmijën tim, pak pas kam fol, pak pas kam nejtën pa gjumë, pak pas na shpenzu për të. Kam pas mendu se jam pas lodhën, as gjë, hala ma shumë ka ndosht për me u lodhën, sepse aja është duke më ngritë sot, puna, duaja, sadaka e tina, është duke më ngritë muë tek madhnia e Zotit Gjallëshanuhu e Gjallë Gjallaluhu. E treta këshill të dashurit e mi, sistemi jetës islame ditën e fillon me agimin dhe kërkon zgjimin plot përpara lindjes së diellit. Sistemi jetës tonë fillon masi të lind dielli. Apo fillon atëherë për të zgju herët, për të zgju para se me lind dielli, për ta fal namazin e sabahut dhe për ta marrë bereqetin e të madhit Zot Gjallëshanuhu e Gjallë Gjallaluhu. Është shumë e frigushme, është shumë e dhëmshme kur zgjohësh në 4:30 për ta fal namazin e sabahut, edhe të vish në xhami, edhe mos të takosh njerëz për ta fal namazin e sabahut. A shumë e dhëmshme. Edhe më e dhëmshme është kur merr telefonata dhe thujnë, Hoxha Efendi, po na i prish gjumin, rahatin, qetësien. Edhe më e dhëmshme bëhet kur ti pash besimtarët duke fjet në 2-3 të natës e duke u zgju në 4-5 të ditës. Bëhet edhe më e dhëmshme kjo. E dashurit e mi, dhe urren Zoti të fjeturit vonë, gjë që shkakton faljen e namazit jashtë kohës së tij të rregullt. Shpesh thojmë edhe nga fetarët, se unë më shumë i flas fetarëve, edhe nga fetarët, vallai sot kaza u desh me fal sabahin. Neve ndodhë edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhë me fal namazin e sabahut kaza. Vesh nuk i ka ndodhë për ditë. Si ka ndodhë për ditë. Edhe Muhammed Mustafa ja ka ndodhë namazin e sabahut e ka fal një herë kaza. Ama nuk ka thonë gjithherë, valla sot s'm dol gjumi. Valla sot s'm dol gjumi. O më rabo base. Ke mujtë. Po më folë, po do të më folë. Edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhë rastësi për çka? Për të na dhënë mesazh neve që nëse ndodh
nga lodhja, nga ibadeti i natës. Nëse nuk të ka dalë gjumi, lejohet me fal namazin e sabahut kaza. Ama a gjithherë me fal kaza, dashurit e mia? Është fjala për ata të cilët e falin. Kujdesni. Në hadith ka ardhën, o Zoti im, jepi bekim ummetit tim në zgjimin e hershëm. Bereqeti i individit, i familjes, është në mëngjesin e hershëm. Prindrit e tanë ma herët e kanë thonë një fjallë, e kanë thonë të nxev dielli sabahit. Me siguri janë bazu në këtë thonjet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bereqeti është në mëngjesin e hershëm. Sot bota e suksesshme krejt zgjohet herët. Bota e tretë krejt zgjohen vonë. Bota përparimtare fillimin e ka në 5:30 apo më herët. Bota e tretë zgjimin e ka në 12:01. O gabur, qa pe bani kiamet më burë? A bile po lavdrohet sot, zotni është, për gjomshëm, bani kave shtu një ekspres, se hala s'kum hanë kur gjonë s'kum pi, sa është ora? Në 2, tashu zgjova. O qafele, tashu zgjova. Nuk është lavdot, kjo është mjerim, o dashurit e mi. Vallaj është mjerim. Zgjimi është në herën e hershme, mëngjesin e hershëm. Kur ti pyetësh këto sportistat tonë që i kemi këto, këta na tregojnë se shëndeti më i mirë, regenerimi i shëndetit, rruzat e gjakut, fuqia e lani, energjia, fillon mëngjesin e hershëm dhe gjitha stërvitjet fillojnë në mëngjesin e hershëm. Hala pa lind dielli. Mirë po edhe kur të qesh, kur të pash. Krerët e shteteve më të suksesshme, ata zgjohen herët. Merrni edhe lexoni. Një grua më e suksesshme e shekullit të fundit, e këtyre viteve të fundit, ka qenë Angela Merkel. Aja zgjimin gjithmonë e ka pas në 4:30 të mëngjesit. Disa tonat që po dojnë sukses. Jo, mëre, këta ka fjallin se hojnë 11 ditës. S'ka sukses me këtyve, ekni. Këtyve me rjavë 4 tekbire dhe faljav gjenozën, kanë dekën. Kret të sukses shmit, zgjohen herët zgjohen. Edhe ata mësos që vinë në sabaj, ke po t'i fshi sytë. S'ka hajrë. Nuk ka hajrë, dashurit e mi. S'ka bereqet në atë shkollë, për këta jemi në këtë gjendje jemi. Problemi ma i madhë sot të në Kosovë, na për organizata, na për punishte, kërkush nuk t'vjen me ku. Qa Obama, shkon komunë, shumica nuk shkojnë me ku. Shkonin ministri, shumica nuk shkojnë me ku. Shkonin na për punishte, problemi kryesor është i orarit. A mos e bani të madhe, që mos e bani të madhe, a kur del pe punës, minutin s'ta fal. Nalo se kemi edhe shko, o kry orari. Po ti s'ke armare kur me ku nuk e ardhe? Dashurit e mi, do të vedisohemi ne, do të dalmi në klasën e dytë. Këta janë çështje fetare janë. Muhammed Mustafaja po thot, bereqeti është në mëngjesin e hershëm. Ku është zgjohet herët? Allahu ka mi dhonë begati, është fjala zgjohet herët edhe fillon punën. Jo vish mu qu herët se do dalin që aty në kafe, pin kafe, a mos punojnë kur gjo. Nuk jemi të folë për këta. Ata që zgjohen herët dhe i marrin obligimet do thot për me i kryen. Allah i shala na bën nga ta. Këshilla e 4, dashurit e mi, po duhet mu të cungu pak, do thot me dhonë këshilla më të ndryshme, për shkak të kohës, ata të cilët ishin përpara jush, e konsideronin Kur'anin si kur të ishte mesazhe që vinin nga Zoti për të. Ata që ishin para nesh, kur e lexojshin Kur'anin,
i marshin mësimet e Kuranit si kur të kishin zbritur direkt për të. E lexoni natën dhe punonin ditën. E lexonin natën edhe punonin ditën. Fatkeqësia e madhe është e kohës që një pjesë dërmuese e fetarëve e lexojnë ditën edhe e polemizojnë natën. E nuk punojnë as ditën as natën. Nuk realizojnë nga mësimet e Kuranit as ditën as natën. Kjo është do thotë telashja. Ata e lexonin natën, e punonin, e praktikonin, e realizonin mesazhin ditën. Fatkeqësia e kohës që e lexojmë disa ditën e nuk e realizojmë as ditën as natën. E pesta me radhë, Muhammed el-Ghazali, Allahu e mëshiroft, thot, nëse namazi yt nuk ta fshin smirën, urrejtjen, atëherë nuk ke namaz. Sejdja vërtet, thot, nuk është përkulja e trupit para Allahut, por sejdja vërtet është nënshtrimi i zemrës ndaj udhëzimit të Zotit Dhul Xhelal. Vetëm në atë moment kur nënshtrohet zemra ndaj udhëzimit të Zotit, e merr formën e plot dhe kuptimi i për të sejdës. Kur të përkulen vetëm trupat fizik e nuk përkulen zemrat e tona, atëherë nuk kemi namaz. Neve kemi problem të madh, do thot në këtë pikë. Për këtë Islami dhe ulemaja jonë e sqarojnë shumë, përmes thanjeve të Zotit, përmes thanjeve profetike, që me qenë të përqëndrum në namaz, jo të shpërqëndrum. Jo të shpërqëndrum. Wallahi shpesh në ndodhë ka njëherë, thue, u korita mërë si fola që tina. Vish kur ta shumë aj të falë, a syti ka pos të natu në këshyrë. Po bile i thash njërën, po qka e në këshyrë, tha, me nësha mos po falë një najsen për mua, e zotit kënar. Po të ja e konë të falë, ato në ngu neve, mërë bura. Këtu është do thot të lashe, shumë do thot e madhe. Të dashurit e me, këshilla e radhës, Muhammed Adnan Salim, e jep një këshill, thot, kur një popull hesh dorë nga leximi, atëherë në të depërtohet tregu i ideve të huaja. Kur një popull hesh dorë nga leximi, në atë popull depërtojnë ide të huaja, e keni pa. Ata që nuk lexojnë, ata thonë, kish thonë filoni, tha filoni, ndëgjova pe filonit, jo që shtu kish mu bo, tha filoni, po ti s'ka që kërkon, shka ka thonë këtë tjetri. O ti lenë, për çka? Sepse mungon leximi të këta njerëz. Kur të mungon leximi, ka vetëm thashe thanme, filonja. Si pas ligjit të kërkesës, këto ide vinë, apo si pas ligjit të ofertave. Kështu të kurët shpikjet dhe ndrydhet kultura. Kështu. Na e lexojmë, do thot, nuk lexojmë, edhe na ndërhyjnë fjalët dhe idetë e huaja. Për këta e lexojmë Kuranin me syt e të vdekurve. Muslimanët janë njerëz që e lexojnë më shumë librin e tyre sipas rregullave të leximit dhe duke zbukuruar zërin, por ata janë gjithmonë në vend numër, nuk bojnë 2 apo 3, dhe në gjendje të heshtur që nuk përparojnë, e lexojnë librin e tyre me sytë të vdekurve, dashurit e mi. Sot problemi kryesor, sot nuk jemi duke e lexuar Kuranin për avancim, për zhvillim, për emancipim, për kulturë, për ndërtim, për infrastrukturë, për zbulime. Nuk jemi të lexuar Kuranin. Sot Kurani lexohet e musliman për mësysh. E keni pa, ma shumë flasin për mësysh, për e gjina, ma shumë flasin, bile janë ka njës të folë, a janë meshkuj, a janë femna. Ma shumë flasin, se sa flasin për Kuranin, për më në dhonë mesazh për jetën. Amani e koftë o musliman, këta prisa fetar që folin, a janë e gjinoja, mashkuja, femën, Allah hile që si ngani.
Këta prisa fetar që na flasin neve vetëm për mësyshe, vetëm për e gjina, e vetëm për sehire, e vetëm për të shkelme, e vetëm për të mshelme, a mani kof mos i ndëgjani, se Islami është i pastër për këtyve, është i pastër për këtyve mesazheve. Sot bota është e avancu, aq shumë, sa që na me qëtë botën që është avancu, deri në vitet e 50 jemi konë bashkë me ta. Bashkë jemi konë me ta. Mirë për këto shkun për para, na vetëm t'i këshyrë këta. Vetëm duke i duar trokit, sukseset e tyre, e na vetëm këto. Ashtë një defekt. Defekti i parë është mos leximi, mos avancimi, mos hapja diapazoneve, mos marrjen e mësimit nga mësuesi adekuat. Këtu e kemi do të thotë telashen edhe problemin më të madh ne si fetar këtij shekullit që jemi duke jetuar. Ajetet nuk u krijojnë këtyre njerëzve që e lexojnë. Nuk ju krijon kurfar energjie pozitive ajeti. O doshurit e mi, kur ta lexosh ajetin kuranor, do të më të kriju një energji pozitive, që i shtyn të lëvizin ata që e lexojnë, që të punojnë, që të kërkojnë, që të shpikin. Megjithse Kurani është libër dinamizmi dhe pune. Kurani është libër dinamizmi, pune, aktivizimi. Për këtë arsye kur ta lexoni Kuranin, lexoni më edhe një elhambe nëse e din, kur thush Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Çaj të thonë? E falenderoj Zotin. Jo, si të thonë veç e falenderoj Zotin. Çdo gjë që ka kriju Zoti, çdo gjë që ka kriju Zoti, që ja din emnin e nuk ja din emnin, që ta ka po syni apo nuk ta ka po, që ta ka ndëgju veshi apo nuk ta ka ndëgju veshi, që ki njohuri për ta, apo nuk ke njohuri për ta, të gjithi ka kriju Zotin shërbimin tanë, falenderoj Zotin, për këto jetë falenderoj Zotin, tash jetë duke ja përmen emnin çka ka kriju i madhi Zot. Nuk ka shkot, elhamdulillah, i ke po dhe, elhamdulillah, oti, kur të thush elhamdulillah, dush mu aktivizu, jo me dek, elhamdulillah, viktim, gjëna, jo marbur, elhamdulillah, mu aktivizu, ta ka dhonë Zoti mundësin me thonë elhamdulillah dhe me qenë shërbimin tanë, çdo gjë që ka kriju Zoti, ti je duke ja përmen emnin tash. Ashtë do thotë madhështore. Për këtë arsye, thotë Zoti në Kur'an, kapitullin El Ankebut, ecni në për tokë dhe vështrani si ka fillu krijimi. Kur të ecni, meditani mërbur. Në kapitullin Jusuf thotë, vështrani çfarë ka në qiell dhe në tokë. Vështrani. Në kapitullin Tobe thotë, punani. Punani. Allahu do ta shikoj punën e juaj, do ta vlerëson punën e juaj, do ta rrit punën e juaj, do t'i jep bereqet punës juaj, do t'ju ngrit përmes asaj pune. Punoni. Në çdo jetë ka urdhër për të ecur, për të vështru, për të lëviz dhe për të meditu, që të merrni mësim dhe të shpresani në të. Në çdo mësim. Për këtë dashurit e mi, Muhammed El Ghazali thot, ndoshta koha mund t'i ndryshoj sjelljet e njerëzve, por në asnjë mënyrë nuk do ta ndryshoj brumin e tyve. Koha mund t'i ndryshoj sjelljet e njerëzve, por në asnjë mënyrë nuk do ta ndryshoj brumin e tyve. Keni pa thot, po koha, jo, mos ja le fojin kohës. Thot, i festshmi gjithmonë ka me mbeti festshëm, edhe nëse jeton edhe flan në kasht. I poshtri gjithmonë ka me mbeti poshtër, edhe nëse flan në mëndafsh. Në mëndafsh. Për këtë, kur smuat dikosh që e duam, i thejmi smundja ati është sprovë. Kur të smut dikush që nuk e dojmë, thot, sha ka lyp kë, sha i ka bon këtina atina, kështu e fjallë.
kjo është gabim. Kur i ndodh një fatkeqësi dikujna që e dojmë, i thojmë, sprovë prej Zotit, njerëz të mirë i sprovën Zotit. Kur ti ndodh diçka e keqe dikujt që nuk e dojmë, pak i pas ka ndodh shka e lyp, do të thotë ai, tregoj kujdesshëm se mos e shpërndoj caktimin e Zotit sipas dëshirave tua që i ke. Caktimi i Zotit nuk ka sipas dëshirave tona. Për këtë, pret më të bukurën, shpresa më të mirën dhe fol me veten për një të nesër me të ndritur. Allahu të ka mësuar me mirësi dhe të ka mbuluar me dhuntit e shumta, prandaj nga më bujari, mos pret vetë se bujari. Më bujari, kush është? I Zoti ati që mi fal. Nga ai pret, shpresa veç bujarin. Dhe nga më i mëshirshmi, mos pret asgjë tjetër, vetëm se mëshirën e tina. Sillu me njerëzit me urtësi, sillu me familje me butësi, me vëllëzër me falje dhe me meq me dashuri. Më e rëndësishmja, mos u lodh, hiç mos u lodh, ama fare hiç mos u lodh, duke korrigjuar mendimet e njerëzve për ty. Ke po, njerëzit flasin. Ai kanë folë për Muhammed Mustafon, e s'po folin për mua dhe për ty. Mos u merr me ta, ngjës të faqillës, djegja vllamellën, kur mos ju kthe përgjigje atyve. Hiç, mos u merr do thot me ta. Ai që të vlerëson, vlerësue. Ai që të nënshmon, nderoje vetëm duke u largu prej tina. Ai që të nënshmon, nderoje. Qysh? Duke u largu prej tina. Vërtet ai që mëshiron mëshirohet, ai që hesht shpëton, ai që flet mirë gjithmonë fiton, ai që nuk e ruan gjuhën ka me u pendu, dhe ai që tepron në debate humb qetësinë e tina. Për këtë arsye jo me polemizuan. Jo me polemizuan shumë do thot me njerëz, sepse gjithmonë humbi. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Dashurit e me, deshta t'ju lajmëroj që është koha e haxhit dhe haxhit veç fillojnë nga nesër për të thtu, apo nga sot, për të thtu për në vendet e shenjta. Edhe pe Kosovës kemi një numër bukur të mirë të konsiderueshëm, prej komunës të Kaçanikut i kemi 35 haxhi që shkojnë në këtë vit për haxh. Inshallah Zoti u pranon, inshallah Zoti u mundson me lën familjen shëndosh e mirë, e me shku atje për t'i kryer obligimet formën më të mirë të mundshme, e me u kthy me haxh të pranuar inshallah, e me i gjet familjen mirë, edhe me u bë modeli më i mirë për të tjerët. E lut Zotin që edhe atyve që nuk janë kanë, e atyve që nuk kanë mundësi, e Zotit ja sjell mundësinë e shëndetin për të shkuar në ato vende të shenjta. Këtë vit edhe unë kam e udhëtu bashku me haxhit e komunës tonë, inshallah Zoti xhaleshanuhu na e pranon. Selam aleikum.